Të nderuar televizikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi në këtë speciale, që është speciale më e veçantë se specialet e tjera. Sot ne kemi të ftuar kryeministrin në detyrë të Republikës Kosovës, liderin e partisë Vetëvendosje, e cila i ka fituar zgjedhjet e fundit parlamentare në vendin tonë. Do të flasim për konstituimin e institucioneve, konstituimin e legjislaturës e Kuvendit të Republikës Kosovës, që prej disa vazhdimesh nuk është duke e përmbyllur pra procesin normal të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe nënkryetarëve. Pastaj do të pasojë edhe zgjedhja e qeverisë. Megjithatë, partitë janë pozicionuar në frontet e tyre respektive, takime ka pasur, takimet nuk kanë rezultuar deri tani me një zgjidhje të kësaj bllokade. Për situatën që kemi kaluar dhe atë se çfarë na pret, do të flasim me zotin Kurti. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat të jepni një intervistë, sepse jeni shumë rrallë muajve të fundit në intervista. Ju falenderoj të juve për mundësinë, mirë se vini në kryeministri e mirë se ju gjejnë emisionin dhe televizionin tuaj. Nesër është vazhdimi 19 i një seance maratonike. Çdo 48 orë duhet kemi një vazhdim, sepse kështu e thot ligji, kështu e thot rregulloria e punës kuvendit, por deputetët dhe më tutje nuk po e votojnë kandidaten e partisë tuaj, që është partia fituese e zgjedhjeve, pra partia që ka dalë e para, zonjën Albulena Haxhiu. Çfarë mund ndodh nesër? Së pari unë falenderoj të gjithë qytetarët që kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor, në zgjedhjet e lira dhe demokratike të 9 shkurtit si vjet. Pas një qeverie e cila e përfundoi mandatin në mënyrë të plotë, është e para që prej se kemi shpallur pavarësinë, një mandat në të cilën kemi pasur edhe sovranitet shtetëror, edhe integritet territorial, por gjithashtu edhe mirëqenie sociale e rritje ekonomike të paparë më herët. 6% mesatarisht në vit, asnjëherë pa rënë në 4% të bruto produktit vendor, dhe tash ka ardhur rradha që ta kemi edhe kuvendin e ri për qeverinë e re në legjislaturën e 9. Ne kemi synuar 500.000 vota, siç dihet, kemi pasur një rezultat mjaft të mirë me rreth 400.000 vota, që është përkthyer në 48 deputet. Partia e dytë është Partia Demokratike e Kosovës, që ka 24 deputet, Liga Demokratike e Kosovës ka 20 deputet e kështu me radhë. Ne kemi besuar që do ta kemi konstituimin e kuvendit shumë të shpejt. Kemi propozuar Albulena Haxhiun, e cila është gruaja më e votuar si deputete në legjislaturën e 9, ndërkohë që ishte më e votuara prej grave në vitet 2019 dhe 2021 nga lëvizja Vetëvendosje. Dhe me mbi 125.000 vota, besoj që është propozimi i duhur, përveç se ne jemi të obliguar që ta kemi propozimin si parti fituese. 57 deputet ishin për Albulena Haxhiun, nevojiteshin 61. Në mes në këtyre 57 është interesant se nuk janë vetëm 48 televizjes Vetëvendosje të partisë Guxo dhe të partisë Alternativa, për çfarë ne kemi unitetin e plot të majorancës, por kemi gjithashtu 9 deputet të pakicave. Kemi 2 bosnjak, 2 turq, 2 egjiptian, pastaj kemi 1 serb, 1 ashkali dhe 1 rom, vetëm Goran nuk pas kemi, pra i kemi 57 gjithsej dhe nuk arritëm që t'i kemi 61. Provuam disa herë, paraprakisht nuk votua komisioni për verifikimin e mandateve, por më pas u kuptua se ishte gabim dhe u bë betimi të gjithë deputetëve, por duke parë se nuk i kemi 61 vota, ne provuam që zgjidhjen nga jap presidentja, përkatësisht kryesuesi i seancës, deputeti më i moshuar Avni Dehari, i dërgoi letër presidentes dhe ajo tha që ju vetë duhet ta gjeni zgjidhjen. Kaluam nga votimi i hapur në përpjekje për votim me vot të fshehtë, mirë po tash jemi në këtë pikë ku 10 herë është refuzuar komisioni për zgjedhjen me votim të fshehtë. Është për të ardhur keq, me qenë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga 26 gushti i vitit 2014 në pikat
124 dhe 125, thotë se me votim të hapur ose të fshehtë duhet të bëhet zgjedhja. Ne keq kishim në mundësitë tona, por ajo çfarë po ndodh është e pa precedent sepse po pamundsohet quorumi. Pika 128 e të njëjtit aktgjykim thotë që të gjithë deputetët, madje secila prej tyre, duhet të votoj për kundër ose të abstenoj. Por ajo çfarë kemi tash është jo emri Albulena Haxhiut më. Tash e kemi kundërshtimin për votimin e fshehtë përmes pamundësimit të quorumit që është shkelje e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Në këtë situatë, unë provova që të mblidhem bashkë me kryetarin e PDK-s dhe LDK-s, në mënyrë që të dalim prej këtij ngërçi, siç po quhet në mënyrë të popularizuar, sepse edhe ata i kanë nënkretarët në kryesinë e kuvendit dhe në bazë të nenit 67 kushtetutës, zgjedhja e kryesisë, kryetarit dhe 5 nënkretarëve është në një fjali, në titull të nenit, dhe vetëm atëherë mund të konstituohet kuvendi në mënyrë të përmbyllur. Natyrisht, PDK dhe LDK do të kenë kandidatë vetë për nënkretar, dhe unë besova që le ta bëjmë bashkë një vendim të tillë, takimi trilateral përfundoi në bilateral dhe pa sukses, meqense duhet të ishim të tre ne. Dhe unë besoj që zgjidhja e duhur përpara është mos ja imponojmë propozimet njëri tjetrit, por propozimi ynë për kryetare dhe për nënkretar dhe 2 nënkretarët e tjerë të shkojnë bashkarisht në paket dhe më pastaj të kemi edhe 2 nënkretarët e tjerë e fillon numërimi të poshtë për formimin e qeverisë, sepse tash jemi duke ndërmruar përpjet. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës mu tha që nuk është vendi e koha për marrëveshje për procedurë, po duhet marrëveshje politike. Prandaj unë i ofrova koalicion qeveritar Lidhjes Demokratike të Kosovës, gjë që u refuzua mjaft ashpër. Nesër nuk është në pyetje Albulena, që është propozimi ynë, por është në pyetje pikërisht komisioni për votimin e fshehtë. Nëse opozita janë të sigurt që Albulena nuk ka lënë përsëri, le ta provojmë me votimin e fshehtë. Dhe përsa të konstituohet kuvendi, si kryeministër në detyrë, si kryetari i lëvizjes vendosur që ka fituar zgjedhjet, një parti që është më e madhe se partia e dytë dhe tretë marrë së bashku, do t'i kem 61 vota minimum për qeverinë e re, por paraprakisht na duhet kuvendi i ri. Çështja ka mbetur te komisioni fshet. Kjo është zgjidhja alternative që ju e keni propozuar, pra shkojmë me votim fshet, një metodë demokratike që e parasheh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, kjo është e qartë. Kritikat apo hezitimet e deputetëve, partive të tjera që hezitojnë ta votojnë këtë komision ndërlidhen me faktin se tani jemi në mes të procedurës, siç thonë ata. Tani kjo çështje ka shkuar në gjykatë kushtetuese, besoj kushtetuese do jap një interpretim më të qartë, sepse ndoshta edhe për çështje politike gjithmonë gjykatat mund të japin çdo detaj ta sqarojnë, por sipas jush, nëse gjykata do e jap një çfarë do vendimi që ta jap, cili do jetë pozicioni juaj pastaj, nëse thotë që mund të bëhet komisioni, është e qartë, ata duhet ta votojnë të gjithë deputetët komisionin. Por në një rast të kundërt, a do e respektoni ju vendimin e gjykatës? Ne do ta respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, të mos harrojmë që i kemi 2 raste në gjykatë kushtetuese lidhur me këto zgjedhjet. Rasti i parë është ai i votave të manipuluara me postë nëpër ambasada, dhe rasti tjetër është ky që u dërgua tash së fundmi nga deputet opozitar e që konsideron që nuk bën të ndërrohet metoda në kuadër të seancës për konstituim, kërkojnë ndërrimin e kandidatës për thonë që nuk bën të ndërrohet metoda, më lejoni të theksoj që nuk po ndërrohet metoda në gjysmë të procesit, sepse ende s'ka filluar procesi. Ne kemi provuar me një metodë që është votimi i hapur, që nuk ka pasur sukses, dhe tash po provojmë një metodë tjetër. Ndërrimi i metodës është sërish kthim në fillim, e jo ndryshim në gjysmë të rrugës. Gjithashtu duket një lloj sfidimi partive të tjera që nuk kanë arritur të fitojnë zgjedhjet dhe sigurisht bëjnë përpjekje të tyra që të marrin pushtetin nëse u vjen atyre rendi. Por çfarë i bën juve si lëvizje vetvendose që të besoni se me një votim të fshehtë deputetët mund të jenë më të lirë që t'japin një vot në favor të kandidatës suaj dhe të zhbllokohet
situata kësaj. Pra, a keni ju indikacione konkrete, sepse mund të ketë nëpër parti deputet që në fund kanë investuar shumë që të bëhen deputet dhe do të dëshironin që ta japnin atë vot në një formë të votimit të fshehtë. E para është që nuk bën të mos e provojmë, sepse gjykimi i gjykatës kushtetuese thotë me votim të hapur ose të fshehtë. Pra, një farë mënyre nuk mund të themi që dështoj konstituimi i Kuvendit Kosovës nëse nuk i provuam të gjitha metodat. Dhe të njëjtën gjë thotë edhe letra e presidentes nga 16 prilli si vjet, që është përgjigje ndaj kryesuesit Avni Deharit, që thotë ju jeni të mveshur me autoritetin për ta zgjidhur këtë çështje. Pra, është gabim të mos e provojmë. Dhe së dyti ne besojmë që deputetët opozitarë janë në një trysni të madhe nga shefat e partive që të ruajnë homogenitetin e tyre publik dhe pikërisht në një situatë të këtillë ata do ta kishin lirinë e tyre të plotë që me një votim të fshehtë ta shprehnin vullnetin e tyre, sepse ka shumë deputet opozitarë që ndoshta do të ishin kundër formimit të qeverisë ku unë do të isha kryeministër, mirë po konstituimi i Kuvendit është absurd të kundërshtohet, meqense Kuvendi i Republikës Kosovës është mishërim i pluralizmit politik si shtyllë e demokracisë dhe Neni 67 thotë që nuk e formon Kuvendin, nuk e konstituon legjislaturën, parlamentin, partia fituese, ajo e ka përgjegjësinë për ta bërë qeverinë për këtë gjë, por këtë e bëjnë të gjithë. Pra, nëse vetëvendosi do t'i mirëte 80% të votave, jo 500.000, po 700.000 vota, prap 4 nënkryetarë nuk janë të partisë fituese. Po, është e qartë, duhet edhe ju mund të mos i votoni nënkryetarët, pastaj pra është domosdoshme marrëveshja. Konstituim të Kuvendit të Kosovës. Pa marrëveshje nuk mund të ketë. Ose duhet të ketë një lloj tolerimi që respektojmë plotësisht propozimet e njëri tjetrit dhe vazhdojnë tutje. Vetëvendosja ka qenë e treta kur ka garuar në zgjedhjet e vitit 2010. Sërish ka qenë e treta në zgjedhjet e vitit 2014 dhe ka qenë e dyta në zgjedhjet e vitit 2017. Kur nuk e kemi bllokuar konstituimin e Kuvendit duke mos bërë propozimin tonë. Se ne kemi mundur të mos propozojmë fare dhe kësaj të pamundsohet konstituimi. Jo, ne gjithmonë kemi propozuar. Uroj që edhe ata të kenë propozimet e tyre, ne i pranojmë ato, por nëse nuk e pranojnë tonën, atëherë ata po kërkojnë që as ne të mos e pranojmë tyre. Tani janë dy rrafshe realisht të historisë politike të konstituimit. 2014 është shembulli tipik si është bllokuar konstituimi i Kuvendit. Ju e dini kur u zgjodhi Sa Mustafa kryetar i parlamentit, ju ishit pjesë e koalicionit të Vlan, që u bë të gjithë kundër partisë që ishte në pushtet deri në Partisë Demokratike të Kosovës. Pastaj çështja shkoi në gjykatë. Isa Mustafa u shfuqizua nga i pozicion, dhe dim si rrodhen gjërat. U bë koalicioni tjetër, është bllokua dhe gjykata aty krijoi precedentin ligjor kushtetues e saksoi, pra një diçka që ishte pak e paqartë, le ta quajmë. Partisë parë, partisë fituese i takon kryetari i Kuvendit. Dhe në gjithë këtë histori parlamentare, gjithmonë partia që ka fituar e ka zgjedhur kryetarin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Te këtu jepi okej. Por në anën tjetër ju dini se në rastet e tjera koalicionet bëheshin më herë. Ndoshta kishte ato pazaret politike ku përfshihej pjesa e Kuvendit, qeveria të gjitha. Tani jemi në një situatë politike tjetër ku ju thoni ne këtë e kemi kandidatën tonë, ne këtë duam ta bëjmë kryetare të Kuvendit dhe kërkoni votën e deputetëve, pastaj dalim te qeveria ku ju të kujtoj se në fjalimin që ju keni mbajtur në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes vetëvendosje keni pranuar se jeni hapur për kompromise, sepse ju nuk jeni numrat e mjaftueshëm, pra si keni marrë ato 500.000 zemrat. Padyshim. Pra, kur formohet qeveria, do të na duhet të bëjmë koncesione e kompromise. Edhe këtu natyrisht që ne do t'i bënim sërish bisedat me të tjerët e natyrisht para së gjithash dhe mbi të gjitha me pakicat të cilat tashmë i kemi si vota për Albulena Agjiun dhe me të cilat kemi qeverisur deri tani, por gjithashtu edhe me nismën socialdemokrate me të cilën kam pasur takime. Ndërkaq që në anën tjetër, sa i përket konstituimit Kuvendit, unë them që ta ruajmë shëndetin e demokracisë në Kosovë, të mos ja imponojmë propozimet njëri tjetrit, sepse nëse partitë opozitare përzgjedhin brenda vetëvendosjes. Janë dashur, kanë përmendur edhe me emra kandidatë që mund të jenë të pranueshëm. Vetëvendosja përzgjedh për brenda partive opozitare, atëherë ne do të përfundojmë me një kryesi ku partitë që i kanë të deleguarit e vetë janë jo mjaftueshëm të kënaqur me ta, ose me to. Prandaj, le të mos e bëjmë këtë lojë negative, sepse një kryesi e Kuvendit, ku ja përzgjedhim ne njëri tjetrit, ajo ka esencë negative.
Ne duhet ta respektojmë propozimin e njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë ta kemi një kryesi meritore të Kuvendit të Republikës. Tash mua më duhet të them që 2 herë kemi propozuar Glau Konjufcën. Në dhjetorin e vitit 2019 me 75 vota është zgjedhur kryetar Kuvendi, pastaj ja liroi vendin zonjës Vjosa Osmani që sot është presidente. Në atë kohë ne ishim vetëvendosja 29 deputet, LDK-ja ishte 28. Pra kishim vetëm një deputet më shumë. Po tash nuk jemi 33, 32, 31. Tash jemi 48, 24, 20. Që i bie më letu bë kur kishim më pak deputet se tani që keni më shumë. Glau Konjufca u zgjodh me 69 vota me 22 mars vitit 2021 për herë të dytë kryeparlamentar. Ne kemi marrë vendim ta propozojmë kryetaren ton të GVV-s, ministrin e drejtësisë, gruan më të votuar, Albulena Haxhiun për kryetare të Kuvendit, ndërkaq Glau Konjufca jemi marrur vesh në lëvizje vetëvendosje që do të bëhet antar i qeverisë në kurti 3. Pra Glau ku po vjen në ekzekutiv, Albulena po kthehet në legjislativ. Pra Glau do të jetë ministër. Njënd nga ministër. Po. Dhe gjithashtu Albulena Haxhiu, ta them, është parafërsisht numri votave të saj është sa 3 fishi i gruas më të votuar të PDK-s dhe parafërsisht sa 2 fishi i gruas më të votuar të LDK-s. Te numrat kështu është siç thoni ju. Problemi është aty te deputetë që janë në Parlamentin e Kosovës, sepse megjithatë pavarësisht rollit që ka kryetari i Kuvendit, që nuk është një rol shumë ekzekutiv, është vetëm një speaker i Kuvendit, por ka pozicionet e veta dhe sidomos të kujtojmë se pas një viti presidenti si mbaron mandati dhe në një rast të një vakumi apo të një kohe është kryetari i Kuvendit që do ushtronte kompetencat e saj. Pra është një natyrisht për ju është me shumë rëndësi edhe në aspektin politik që të jetë kandidati apo kandidatja në këtë rast që ju e propozoni. Por a do të thotë kjo nga krejt kjo që e thatë deri tani, se pavarësisht zhvillimeve Albulena Haxhiu është kandidatja juaj që nuk lëviz. Në politik megjithatë ka gjithmonë kompromise. Padyshim, ky është vendim i subjektit tonë. Dhe ne nuk mund të lejojmë të shkelet gruaja më e votuar e legjislaturës së 9. Ne nuk po i kontestojmë propozimet e të tjerëve. Ne nuk po kërkojmë që propozimi ynë të bëhet i tyre. Por në konstituim të Kuvendit duhet ta respektojmë njëri tjetrin. Për mua më së kollajti për të bërë unë kryeministër do të ishe t'jep dikuj tjetër atë pozitë dhe nëse çdo gjë do të ishte për trofeun e kryeministrit. Mirë po, unë besoj që duhet të respektohet propozimi i subjektit. Prandaj kam thënë, le të takohemi të 3 bashk. Tash kemi filluar edhe takimet të presidentja, po i presim aktgjykimet e gjykatës kushtetuese për të 2 rastet këto. Ka një zbutje megjithatë nga këto takime, ka një shenjë pozitive të zbutjes në politik gjithmonë nis shumë pak si më me egërsi dhe ashpërsi, po pastaj qëndrimi i vit duhet zbutur sepse nuk çon askund zgjedhjet e reja nuk besoj që shumica e atyre deputetëve i dëshirojnë megjithatë. Tash kolegët e mi në Kuvendin e Republikës që janë të partive opozitare që udhëheqin subjektet e tyre, ata nuk besojnë që unë i kam 61 për kryeministër. Dhe unë u them atyre që më testoni. Nëse ata besojnë që Albin Kurti si ka 61 vota deputetëve për të bërë kryeministër përsëri, e kanë në dorë të më testojnë. Le ta votojnë Albulenën dhe le të më testojnë mua. Nëse unë dështoj, pikërisht kjo do të ishte fitore për ta. Nuk është fitore për ta duke bllokuar Kuvendin dhe duke pamundsuar kvorumin. Ne e mundsojmë kvorumin dhe votojmë për. Ata prej votës kundër kaluan në pamundësim të kvorumit, prandaj janë bllokues. Ne çdo herë shkojmë në Kuvend të Republikës, edhe nesër paradite, në mënyrë që ta konstituojmë Kuvendin. Po shkoni por s'bëni asgjë. Po, unë po e di që ata po vinë aty, por nuk po e kuptoj pse po vinë. Unë po shkoj për ta konstituuar Kuvendin. Po ne s'po e kuptojmë pse po shkoni kur s'ka marrëveshje për ta votuar. Ata po vinë për ta pamundsuar kvorumin, për të treguar që aktivisht janë duke e shkelur nenin 128, është obligative që të votohet pika 128 aktgjykimit gjykatës kushtetuese. Pra, unë s'po e di çka po dona opozita. Bile ka filluar të më duket, t'u them drejtën, që ndoshta thu se ka një dëshirë latente që unë të mbetem kryeministër. Po ju po mbesni për sa kohë nuk konstituohet Kuvendi, ju mbesni.
Pra, nëse ata dëshirojnë që të më largojnë mua, do duhet ta votojnë Albulenën. Kam përshtypjen që nuk duan ta pranojnë, po megjithatë edhe ata janë në një mas të konsiderueshme të kënaqur në mënyrë latente me Kosovën që është sot me mua si kryeministër. Për ndryshe, do duhej 1 orë e më parë ta votojnë Albulenën dhe ta dëshmojnë që po merr fund qeverisja e lëvizjes dhe vendosje me kryeministër Albin Kurtin. Po tani nuk është kaq e thjeshtë kur ti merr mbi 40% të votave, rreth 50 deputet, i bie që populli ka folur, sovrani ka folur, por sovrani nuk ka thënë që ju duhet të qeverisni vetëm këtë mandat. Ju duhet të bëni partneritet dhe ju këtë e keni qartë në aspektin e qeverisjes. E pranoj këtë. Megjithatë, a mund të interpretohet kjo pjesë e opozitës, sepse fundi është një luftë për pushtet dhe ju dini në të kaluarën ka pasur pazare nga më të ndryshmet për pjesën e pushtetit, sepse lufta për pushtet është shumë e ashpër për të ardhur sa për të vjel frytet e pushtetit. Dhe jo gjithnjë në historinë politike të Kosovës, kjo ka qenë për të shërbyer njerëzve, publikut, por për të mbushur xhepat e politikanëve, e njerëzve që kanë pas pushtet. Dhe shpresa të ju është pikërisht se ju do jepni fund kësaj praktike dhe ju keni pasur disa zotime për cilat besoj do kemi pak kohë vetëm për t'i përmendur në fund sepse kemi të fokusuar tek konstituimi këtë. Pra, kryetari i kuvendit është pjesë e pushtetit. Dhe opozita ndoshta dëshiron që në rast të një marrëveshje apo një negocimi të vijë aty. LDK-ja e refuzoi ofertën tuaj, sepse sigurisht aty mund të kishte një zhbllokim. Përse ju nuk i ofroni partive të tjera një mundësi të tillë, po keni zgjedhur vetëm Lidhjen Demokratike të Kosovës të këtë fazë ku jemi flas? Shikoni, Kosova ka qeveri, Kosova nuk ka kuvend. Unë po them le ta konstituojmë kuvendin. Qeveri ka, qeveria është në detyrë, efektivisht në dorëheqje, natyrisht nuk është fuqi plot, është me mandat të kufizuar, me kompetenca të reduktuara, mirë po Kosova ka qeveri. Ajo çfarë Kosova nuk ka kuvend është. Dhe Kosova duhet të bëhet me kuvend, sepse kuvendi na duhet për ta kontrolluar qeverinë. Paradoksalisht, ata që po e lënë Kosovën pa kuvend, po e lënë Kosovën pa mbikëqyrje mbi ekzekutivin. Dhe jo vetëm kaq, po e lënë Kosovën pa mbikëqyrje të 33 agjensive dhe institucioneve të pavarura shtetërore, të cilët i japin llogari drejt për së drejti Kuvendit të Republikës dhe Kuvendi i Republikës kërkon përgjegjësi për tyre. Pra, ata kanë lënë Kosovën pa kuvend, e kanë lënë pa veten e tyre, sepse opozita nuk ka mjet tjetër përveç kuvendit. Ata janë opozit. Rezultati i zgjedhjeve ka treguar që janë opozit, por po e lënë veten pa shtëpinë e tyre, ndërkohë që qeveri ka. Prandaj unë po them, nuk e kam plotësisht të qartë se çfarë po don opozita. Edhe në takimin e fundit nuk është se e mora vesh. Aty u theksua urgjenca. Kemi nevojë urgjentisht që të konstituohet kuvendi. Unë bashkëpjegova që certifikimi i rezultateve ka vënuar shumë më tepër se sa që po merr deri më tani konstituimi i kuvendit. Mirë po, nëse ankohen aq shumë për këto vënesa, për këto humbje, për këtë çështje të imazhit, atëherë ata e kanë në dorë që ta ndërprejnë këtë dhimbje për të cilën po ankohen kaq shumë publikisht. Le ta votojnë Albulin Haxhiun. Është paradoks të thuhet, po humbim kaq shumë, na u ka dëmtuar imazhi, jemi duke u vënuar, u bëm gazë, u bëm prall, e në ndërkohë pamundson kvorumin. Është paradoks logjik që në njërin kohë të ankohesh kaq shumë dhe njëkohësisht të kërkosh që këtë ta bëj vetëm dikush tjetër. Pra, nëse po dhem kaq shumë, atëherë le të merremi vesh që të votojmë kryetaren dhe 5 kryetarë. Tash unë i kam ofruar Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak se konsideroj që më së afërmi në bashkëqeverisje, edhe sa i përket orientimeve, edhe sa i përket përvojave, por edhe sa i përket elektorateve tona, do të ishte koalicioni i duhur. Vetëvendosje plus LDK plus këto pakicat jo serbe, do ishte më stabile. Do të bëhej 77.
se 57 jemi, edhe 20 të LDK-s do të bëheshim 77. Madje nëse na shtohen në 3 të nismës, do të bëhemi 80. Do të kishim të mjaftueshëm edhe për presidentin. Edhe për marrëveshjet ndërkombëtare që po ashtu na duhet, sepse ka qenë e pa precedent mandati i kaluar, bllokimi i tyre. Pra, kjo besojmë që është rruga e duhur përpara. Unë nuk jam për ato solucionet qeveri teknike, qeveri tranzicionale, qeveri gjithëpërfshirëse, të cilat e lënë Kosovën pa opozit. Në demokraci duhet të kemi opozit. Duhet të kemi qeveri dhe duhet të kemi opozit. Dhe besoj që edhe një mandat minimalisht i duhet PDK-s të jetë në opozit. Mezi pas 20 vjetëve, nëzorëm në opozit, unë nuk e di pse gjithë ky zell i disa të atyre që janë në opozit e nuk janë në PDK, ta kthejnë PDK në qeverisje. Edhe një absurditet. Kjo ndoshta se s'ka ndodhur asnjëherë një koalicion vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës, dhe kështu që hajt ta provojmë edhe një koalicion tjetër. Kur jemi te LDK, ja mos harrojmë se lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Almir Abdigjiu, i cili keni pasur ministër në kabinetin tuaj të mëparshëm për një periudhë të shkurtër, kërkoi një qeveri tranzitore, gjithëpërfshirëse. Kjo është ideja e tij. Pra edhe me PDK-n. E unë po them që nuk na duhet PDK-ja. Mjafton vetëvendosje LDK edhe deputetet e pakicave jo serbe plus Nenad Rashić. 77 jemi, nëse marrëm edhe nismën, bëhemi 80. Nuk ka nevojë. Pse ta lëm Kosovën pa opozitë, nuk po e kuptoj. Pse duhet të mos ketë opozit fare? Unë besoj që duhet të kemi edhe qeveri dhe opozit. Edhe është pak e logjikshme i pari me tretin. Jo i pari, i treti, i dyti, i katërti, të gjithë bashkë. Si me thonë, cili është kuptimi më i zgjedhje pastaj. Por kryetari i LDK-s, qysh me datën 8 prill e ka mbajtur një qendrim që nuk do të jetë pengesë për konstituimin e kuvendit, që i takon të parit. Dhe në fjalitë e fundit të deklarimit të tij në Facebook me 8 prill, pikrisht ka thënë publikisht dhe është zotuar që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të jetë pengesë për konstituimin e kuvendit, saktësisht e kundërta që po ndodh tash. Ju keni pas takime më herët me liderin e nismës, Fatmir Lima, i cili në koalicion me AK-n arriti që të rikthehej në kuvend, të nxjerrë 3 deputet. 3 deputet, kur ka probleme me numrat, janë të mirëseardhur e të mjaftueshëm. Fakt, të heqim këtu ndonjë deputet që nuk erdhi me ju, siç është për shembull Duda Balje, që nuk e votoi pra qeverinë. Pra ju keni bërë disa përpjekje me deputetë pakizave që të bënin një qeveri që do të ishte e brisht me 61-2 vota maksimumi, por pse u pamundësua një gjë e tillë, sepse është e qartë se nisma pra e shprehu vullnetin e saj pozitiv që të jetë pjesë, mos të bllokoj, por duket se ngeci pikërisht te pakicat. Është lajm që Fatmir Limaj, komandant Qeriku, siç njihet gjatë luftës, është kthyer në Kuvendin e Republikës, që nisma socialdemokrate, që do duhet të jetë parti si motër me lëvizjen vetëvendosje, i ka 3 deputet në Kuvendin e Republikës, por le të mos harrojmë një gjë tjetër. Jo vetëm që u rikthye Fatmir Limaj në Kuvendin e Republikës, por njëkohësisht ja mundsoi AK-s ta kaloj pragun. Pse ju mendoni se pa nismën AK-ja kësaj radhe do të ngelej nën prag. Pra, unë e di që publikisht AK-ja ankohet për nismën socialdemokrate. Ose ata i kanë shfrytzuar ata që të hynë. Por ai ka qenë një shfrytëzim i dyanshëm. Dhe është vështirë të matet tash kush kë e ka shfrytzuar më shumë. Është mendimi juaj. Prandaj, domethënë nisma socialdemokrate është në Kuvendin e Republikës. Unë kam pasur takime me kryetarin e nismës socialdemokrate Fatmir Limën. Takimet kanë kaluar në një atmosferë ku është rritur besimi, ku është rritur mirëbesimi, vullneti për të bashkëpunuar, mirë po ku nuk ka pasur marrëveshje, thjesht për shkak të insistimit si një lloj parakushti, madje as kushti, po parakushti për bashkëpunim në të ardhmen me pozitën e kryeparlamentarit. Tash unë jam në koalicion parazgjedhor me Partinë Guzë dhe me Partinë Alternativa. Partia Guzoj ka 6 deputet. Edhe tash një partije me 3 deputet, t'ja japim kryeparlamentarin, kur e kam koalicionin me një parti që është 2 fishi për ka numri deputetëve, kjo e dëmton pariparueshëm
arkitekturën e marrëveshjes paraprake që ka lëvizja vetëvendosur me Partinë Guxha dhe me Partinë Alternativa. Pra nuk ishte një gjë e mundur. Në anën tjetër, besoj që nuk është e shëndetshme për konstituimin e institucioneve pas zgjedhjeve demokratike në Kosovë, që kur ke 3 deputet të kesh kryetarin e kuvendit. Sepse Kushtituta thotë i takon subjektit më të madh. E kemi bërë ne një zëvendësim 29-28 në fillim të vitit 2021, po kjo i bie që dikush do të ketë interes të ndojë një fraksion me 3-4 deputet për të marrë kryetarin e kuvendit. Nuk është presedan i mirë. Për mu, mësë Kollajti do të ishte si kryeministër, që t'i them Fatmir Limës, bëni ty kryeparlamentar se mua dhe ashtu nuk më intereson ajo gjë se synimi im është për kryeministër. Po unë po kujdesem shumë edhe për trashëgimin institucionale që do të lëm, edhe për ata që do të vinë në politikë kur ne nuk do të jemi më. Nuk është mirë në historinë institucionale të Kosovës subjekti politik me 3 deputet të ketë kryetarin e kuvendit. Të ketë nën kryetarin mund të jetë e kuptueshme, por të ketë kryetarin nuk është e kuptueshme. Dhe unë jam shumë interesuar që të bashkëqeverisim. Pra të kenë ministri në qeverinë. Pra mirëprisni nëse zhvillohet situata. Padyshim. Edhe aq më tepër që janë nismë socialdemokrate, kjo më jep shenja që mbasi edhe do të mund të merremi vesh më shpejt për çështjen e qeverisë se sa tash për konstituimin e kuvendit. E kemi parë në deklarimet publike disa deputetëve minoritarë që janë në Kosovë, cilët kanë kërkesa nga më të ndryshme, të cilat me siguri kanë parashtruar edhe juve. Çfarë komendi keni ju për ato që kërkojnë, sepse kur je ngusht për disa numra, për 1, 2, 3 vota, pastaj ju dini në politikë, ata vinë me 200-300 vota, mund të bëhen deputet, kështu e mundson Kushtetuta e Republikës së Kosovës, është pak jo legjitime, por është legale, dhe ata vinë me një kërkesë. Dikush do i komunë, dikush do diçka tjetër, pa ju dini më mirë se çfarë duan ata. Po diskriminimi pozitiv, ulëset rezervuara kanë krijuar një situatë të çuditshme ku raporti midis deputetit më të votuar edhe deputetit me më së paku vota shkon edhe deri në 1 me 1000. Pra 1000 herë më shumë ka vota më i votuari se sa ai që është më së paku i votuar. Dhe kjo natyrisht që dëmton përfaqësimin, por është formulim kushtetues i trashëguar prej Athesarit. Unë kam qenë kritik aso kohë jam edhe sot e kësaj dite, por nuk e ndryshojmë tash dot këtë gjë. Dhe unë besoj që tash ka qenë rasti unik, historik, që të mos e certifikojmë listën serbe. Ju kishë një kërkesë për u hallë poshtë nga këtë. Andaj edhe përfaqësuesit tonë, të cilët nuk u mbështetën nga opozita në KQZ, ishin aty kundër certifikimit të listës serbe. Paramendojeni këtë situatë, lista serbe nuk certifikohet, detyrohet të regjistrohet me një emër tjetër, dhe në vend se sot ta kemi listën serbe me 9 deputet dhe Nenad Drashiqin nga partia e tij, do ta kishim Nenad Drashiqin me 3-4 deputet dhe 2 parti të tjera. Njëra do të ishte lista serbe me emrin tjetër, po mbasi do të kalonte edhe dikush tjetër dhe në vend të 9 me 1, ndoshta do të kishim 3-2-1-1 disa parti dhe më në fund edhe pluralizmin tek komuniteti serb. Dhe sot nuk do të ishim as në këtë ngërç. U hupa i shans historik për bindjen time dhe është gabim tash që në njërin anë të pamundsosh kvorumin për të mos e certifikuar listën serbe si ka bërë opozita, e në anën tjetër ta pamundsosh kvorumin që të zgjidhet Albulena Haxhiu. Përbes e kam përshtypjen që më shumë po e sulmojnë edhe kundërshtojnë Albulena Haxhiun se Serbinë. Ana e dim që lista serbe de facto kryetarin e vet e ka Milan Radojqiqin, i cili rrin pej Rashkës e Novi Pazarit deri në Beograd e Novi Sad, edhe i takon këtë listë serbe. Pra, le ti thrasim pak edhe mendjes në këtë situatë, sepse ky mlefe, ky inat shumë toksik, unë besoj që është arsyeja pse po na vonon në mënyrë absurde, por çfarë të bëjmë? Politika është edhe çështja e nervave, jo vetëm e vullnetit dhe drejtësisë. Në të kaluarën janë pritur votat e listës serbe për të bërë një qeveri në Kosovë, ju dini shumë mirë. Tani nuk pret njëri, a e prisni ju, edhe në rast një votimit fshetë, sepse disa deputet kanë deklaruar se Albin Kurti kërkon votimin e fshetë, se aty disa deputet listës serbe mund të votojnë pro.
Lista sërbe është plotësisht në sinkron aktualisht me opozitën. Na nuk e dim që ka ndodhur në të ardhmen, na po e dim që ka ndodhur sot. Pra përvoja do të në duhet na jap disa mësime, përvoja po na tregon që ata janë me opozitën. Dhe ne nuk bëjmë qeveri me listën sërbe. Por ata të cilët po kërkojnë qeveri të opozitës, ata nuk po thonë që nuk bëjmë qeveri me listën sërbe. Ndërkaq ne e kemi shumë të qartë këtë. Në qershor të vitit 2023 i kemi shpall organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën veriore. Lista sërbe nuk është dashur të certifikohet në KQZ dhe po të kishim prokurori e gjykata siç duhet në një shtet demokratik, e sovran, e të pavarur, atëherë padyshim që lista sërbe do të përballej me drejtësinë. Mirë po, ju e dini që me drejtësinë më shumë përballemi ne në rastet tona kur ishim dikur opozitë, se sa lista sërbe e cila praktikisht ka treguar pa numër herë që është e gatshme, vullnetshme që ta rrezikojë shtetësinë e Kosovës. Me përjashtim të ndonjë deklarimi të rrallë, është hera e parë që ndërkombëtarët nuk duket që janë shumë të përfshirë në telashet e politikës kosovare për të konstituar Kuvendin e Republikës Kosovës. Në prapaskenë nuk e dim çfarë ndodhi, ta dini më mirë, keni pasur një takim me Quintin, ata nxorën një deklaratë tjetër, një deklaratë tjetër. Në fakt, a ka një presion apo një interesim tyre për të zhbllokuar situatën? Kur i kam thirrur në takim ambasadorët e Quintit dhe të Bashkimit Evropian, nuk i kam thirrur për të diskutuar çështjet e brendshme të Kosovës. Unë nuk i ftoj ambasadorët e huaj që të flasë për opozitën. Megjithatë kanë folur atë me siguri. Ata e kanë ngritur atë çështje. Unë i kam thirrur për dy gjëra. Për udhëtimin e presidentit të Serbisë në sheshin e Kuq në Moskë, në Kremlin, në paradën atje, e cila ishte përplot ushtrim teatral për rikthim në Berlin. Sepse aty e inskanuan Reichstagun dhe flamurin sovjetik në maje. Ndërkaq këtë takim dihet që e përgatiti patriarku serb Porfirie, i cili pasi që shkoi në patrikonën e Pejes, direkt e në Moskë për takuar edhe Kirilin, patriarkun rus, edhe presidentin despotik Putin. Kjo ishte tema e parë. Tema e dytë ishte çështja e integrimeve evropiane të Kosovës, veçanërisht tek Këshilli i Evropës. Pra, unë kam mbajtur një prezantim në takim për këto dy tema. Dhe më pastaj ambasadori i Bashkimit Evropian e ka ngritur këtë gjë ku unë ja kam thënë përgjigjen time. Por unë nuk i kam ftuar për këtë çështje. Sot kishim një ambasador britanik, ishte një editorial në Kosovë. Ndër tjera, ai që bëri përshtypje është ai u ankua pak për fëmijët serb në veri, aty ku ju jeni duke mbyllur vazhdimisht zyrat të strukturave paralele të Serbisë. Ai ankua se nuk kanë, po e citoj, parafrazoj një pjesë vogël, nuk mund të shkojnë ato kampet sportive. Në fakt, ky presion edhe tutje mbetet. Po çfarë po ndodh, sepse kjo është një gjë që ka vazhduar gjatë tërë mandatit tuaj dhe ju keni pas veriun si një lajt motiv të qeverisjes. Veriu i Kosovës ka pasur struktura paralele, të cilët kanë pasur kontroll, pushtet efektiv në 1/6 e territorit të Republikës Kosovës. Tash nuk kemi struktura paralele që mund të cenojnë integritetin territorial, mund të destabilizojnë vendin tonë, apo të shkelin sovranitetin tonë shtetëror, ka elemente kriminale. Pra strukturat paralele janë shpartalluar. Ato të cilët ishin të tilla që ngrisnin barrikada atje, mbledhnin tatime, e kështu me radhë, ato kanë marrë fund. Tash, nuk po them që nuk ka elemente kriminale, dhe ne e dim që atje në veriun e Kosovës edhe kanë krijuar disa organizata jo qeveritare, pasi që kanë humbur betejën me shtetin e Kosovës, të cilët janë pjesë të luftës hibride, por edhe ka shumë keq informim e mos informim. Nga pikpamja e shtetit të Kosovës, e unë jam kryeministër për shkak se Kosova është republikë, atje duhet të ketë sundim të ligjit. Dhe kur policia jonë, inteligjenca jonë, prokuroria marrin informacion për veprime ilegale, natyrisht që veprojnë. Ne kujdesemi që dhe të ruajmë paqen. Nuk dëshirojmë të dëmtojnë as fëmijët serb, as të rritunit, as pleqt, as burrat, as gratë. Po kriminalëve nuk mund të lëmë vend askund. Dhe tash të gjitha këto
aksione, operacione janë të përgatitura nga mekanizmat shtetëror dhe janë duke u kryer në mënyrë efektive. Ne ja u shpjegojmë edhe ambasadorëve të huaj këtu, sa herë që na pyesin se çfarë po bëjmë. Mirë po, ata kanë pranuar Republikën e Kosovës si shtet pavarur dhe duhet ta njohin sundimin e ligjit. Nuk jam unë kryeministri i Republikës veç një lumit Ibër. Unë jam kryeministri i Republikës dhe në verit të lumit Ibër. Ndoshta më herët ka qenë ndryshe. Kanë bërë gjithë farloj marrëveshjes të publike, jo publike. Mirë po, unë nuk bëj gjëra të tilla. Pra, unë jam këtu për ta mbështetur policinë, inteligjencën, organet e rendit në përgjithësi të sigurisë, organet e drejtësisë, për atë që është vlerë demokratike edhe perëndimore. Pra, një farë mënyre, veriu i Kosovës nuk është Serbi, por nuk është duke u bërë veç Kosovë, por është duke u bërë gjithashtu një territor i Republikës ku po mbyzotrojnë vlerat evropiane. Pikrisht këtë na e kanë mësuar në trajnime policisë tonë, edhe britanikët, edhe gjermanët, edhe francezët, italianët e amerikanët. Nuk jemi kundër askujt, mirë po ata të cilët janë kundër ligjit, edhe kundër Republikës sonë, natyrisht që do të munden pikrisht nga forca e ligjit të drejtë dhe nga drejtësia e shtetit tonë demokratik. Funja, kjo është puna dhe obligimi i qeverisë, por pavarësisht se ju e dini dhe pavarësisht asaj që e thatë më herët për Serbinë, Serbia është e favorizuar në raport me Kosovën nga Bashkimi Evropian, ndërsa në anën tjetër Kosova mbetet në ato kufizimet, sanksionet që ata na kanë vendosur na dëmtojnë, pavarësisht vullnetit e gjitha këtyre gjërave që i përmendet më herët. Jemi në fundin e kësaj bisede, sepse kjo bisedë nuk është e planifikuar që të trajtojë plot gjëra për cilat ju nuk keni folur. Besoj që do jetë rast një intervistë tjetër ku ju do na vini në mysafir te ne për të folur dhe për të dhënë më tepër shpjegime. Pra, fare krejt shkurtimisht e përmendet Glauk Konjusën, që do jetë antar i qeverisë së re. A do jetë ekip tjetër ai që ju do e bëni qeverinë e ardhshme? Sepse sigurisht do të varet nga koalicionet, ato kompromiset që do i bëni pastaj. Pra, nëse mund të na jepni më tepër informacion këtu. Synimi jonë është që të kemi një qeveri të re, e cila është e re në përbërje. Do të vazhdoj punët e mira, po do të bëj edhe shumë punë të tjera të reja, dhe padyshim që do të ketë edhe befasi, edhe ndryshime në kabinetin qeveritar. Të kujtojmë se jemi edhe në prag të zgjedhjeve lokale, a mund ndërlidhet kjo edhe me lëvizje që mund të prekin natyrisht kandidaturat e ardhshme, sepse tani shumë shpejt do të kemi si zgjedhje lokale dhe partitë vetëm i kanë ndezur motorrat kur i thonë ndoshta edhe kjo që ndodh në kuvend pak a shumë reflekton aty. Ka mundësi që një pjesë e shpjegimit për atë çfarë ndodh ose nuk ndodh sot në Kosovë janë edhe konsideratat për zgjedhjet lokale, por jo nga ana jonë. Ne jemi të interesuar që sa më parë ta bëjmë qeverinë. Edhe unë jam interesuar që të vi në studiet e televizionit tuaj dhe jo vetëm të televizionit tuaj, mirë po natyrisht dëshira ime që SPAR-i të raportojnë në Kuvend Republikës, sepse aty është vendi ku mbikëqyret, raporton, jep përgjegjësi, kontrollohet kryeministri i shtetit. Dhe në muajin maj, në cilin ndodhemi tani, dhe në muajin qershor që do të pasoj, kur ne shënojmë edhe 20 vjetorin e lëvizjes vetëvendosje, synojmë që të kemi shumicën dërmuese të kandidaturave për kryetarët e komunave në zgjedhjet të cilat do të mbahen në këtë vjesht. Besoj që këto 2 dekada kanë qenë fantastike për subjektin tonë politik. Le të mos harrojmë një gjë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka lindur fiks 1 muaj e gjysmë pas rënjes së murit të Berlinit dhe 9 muaj pas suprimimit të autonomisë Kosovës në vitin 1989. Nga një tërmet gjeopolitike historik ka lindur LDK-ja. Partia Demokratike e Kosovës ka lindur nga lufta qërimtare, me një herë pas luftës, nga një tjetër tërmet gjeopolitik e historik, jo vetëm për popullin tonë. Ndërkaq, lëvizja vetëvendosje ka lindur me parulla në mur, duke reaktualizuar edhe 68-ën, po edhe konferencën e Bujonit, po edhe rilindjen kombëtare, po megjithatë me grafite e me parulla në murën protesta, dhe pas 20 vjetëve jemi më të mëdhenj se PDK e LDK, parti më të vjetra se ne, marrë së bashku. Prandaj, në këtë 20 vjetor, ka vend për reflektim, por unë besoj
edhe për optimizëm përpara, jo vetëm për zgjedhjet. Sigurisht, jeni rritur, jo është rritur dhe Kosova, Republika e Kosovës pavarësisht sfidave gjithë atyre gjërave që ndodhin. I përmend krejt në fillim pjesën e rritjes së tregusit, natyrisht ju i keni të bazuar ato në statistika, është e qartë. Megjithatë, nuk di nëse shkoni ju në për dyqane për të blerë diçka, por inflacioni ka qenë i tmerrshëm, që ka goditur krejt botën dhe lëre me Kosovën një vend më i pafuqishëm ekonomikisht. Dhe njerëzit kanë nevoja, tani rritet çmimi i energjisë elektrike, ankohen bizneset. Pra jemi në një situatë ku kërkohet një zgjidhje, një zhbllokim, sepse përgjegjësia është e juve që i keni fituar zgjedhjet që t'i adresoni këto shqetësime. Pasi dikur keni premtuar që do të ulet çmimet, po tregu është ai që imponon çmimet. Ju keni propozuar një ligj gjatë legjislaturës tuaj për të vërë një kufizim, po ai ligj ka përfunduar në gjykatë kushtetuese. Procesi i shumë premtimeve, zotimeve, kur kalon në këtë filtrin juridik, pastaj zvarrit plot gjëra, siç është byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar. Pra për gjitha këto. Inflacioni në këto 4 vite kumulativ është rreth 22%. Por rritja ekonomike është pasi që të zbritet inflacioni, është rritje reale, jo nominale. Tjetra po, ne kishim ligjin tonë për çmimet tavan për produktet bazë që u rrëzuan në gjykatë kushtetuese është për të ardhur keq. Çmimet që janë sot në marketet të larta nuk do të ishin po ta kishim këtë ligj në fuqi. Ndërkaq sa i përket energjisë elektrike, Kosova nuk ka kapacitete për të gjeneruar energjinë elektrike që konsumon në periudhën e pikut, qoftë dimror ose veror. Andaj, neve na duhet të riparojmë këto kapacitete ekzistuese, mbase të kemi tash edhe kapacitete të reja, të ripërtrishme, të burimeve të energjisë ripërtrishme, por jo vetëm. Dhe në ndërkohë, megjithatë duhet ta paguajmë energjinë që e konsumojmë. E në këtë aspekt edhe ZRE-ja ta zëm si një institucion i pavarur shtetëror nuk e ka ku vendin ku do duhej të raportante. Dhe s'mund të bëhet gjë. Ta përmbyllim vetëm me një përshtypje shumë të shpejtë për çështjen e mediave. Është një periudhë kur një pjesë e madhe e mediave ju sulmojnë shumë. Ju në fakt hezitoni të jeni prezent, nuk jeni qenë gjatë fushatës, pas fushatës, është ndërvista e parë që jemi prej sa kohësh, më përpara që qenë më aktiv në media. Tani ishte një raport i reporterëve pa kufi, ai nxori më keq se Serbia, më keq se Shqipëria, ku dihet në të dy vende në fakt mediat kontrollohen nga pushteti, është e qartë, është e pranuar nga të gjithë. Si e shpjegon dhe cili është komenti për mënyrën, për raportin e mediave me pushtetin? Kujtojmë se në pushtetin tuaj mediat nuk kanë marrë financim. Krahasuar me para 5 vjetëve, në Kosovë, ekonomia është më mirë, sovraniteti është më mirë, integriteti territorial është më mirë, mirëqenia është më mirë, me shtesa për fëmijë, për nëna lehona e kështu me radhë, bizneset janë më mirë, qarkullimi i bizneseve është rrit për 76% prej 12.5 miliard në 22 miliard, por nuk mund të them që mediat janë më mirë. Dhe unë besoj që indeksin që na ka vendosur reporterët pa kufi, në njërin anë nuk është real, për shkak se është bazuar në një ose dy informues për këtë organizatë ndërkombëtare, ndërkaq në anën tjetër unë besoj që edhe vetë mediat duhet punojnë për ta përmirësuar një gjë të tillë. Padyshim që jemi shumë më mirë se Serbia, vetëm ajo çka unë kisha dashur të ketë shumë më tepër në mediat tona, e unë besoj që këtë duan edhe qytetarët e Republikës, jo vetëm se më shumti na kanë votuar neve, është më shumë profesionalizëm, më shumë gazetari hulumtuese. E ka thënë sekretari ynë organizativ që në një farë mënyre analistët, opinionistët thua se e kanë mbytur gazetarin hulumtuese. Askush nuk dëshiron të studioj, të shqyrtoj, të hulumtoj, të kërkoj për të vërtetën, po dëshiron që ta imponoj qëndrimin apo mendimin e vetë. Unë besoj që në media zhvillohet debati, po do duhej të ketë edhe një debat për mediat. Pa diskutim, dhe ta përmbyllim kur jemi të mediat me radio-televizionin publik të Kosovës. Ju e mbyllet një mandat të rregullt të qeverisë. Punëtorët e televizionit publik bëjnë një punë të jashtëzakonshme, të thënë drejtën. Punojnë në kushte jo shumë të mira, sepse flitet shumë. Tani ishte një raport i vëzhguesve të Bashkimit Evropian për mbulimin e zgjedhjeve. Është hera parë që PRTK është vlerësimi më pozitiv që ka ndodhur. Nuk ishte lajm në asnjë media në Kosovë. Natyrisht ishte lajm në RTK se do ja japim atë si informacion dhe është gjë e mirë, sepse mbulimi ka qenë korrekt. Mbulimi në mediat private ka qenë i njanshëm. Këtë e thonë vëzhguesit evropian, nuk është se po e themi ne. Por RTK-ja ka mbetur
Pas sqarim të pronës, pas zgjidhjes çështjes financimit, punëtorët aty ka me 2 dekada më shumë që nuk kanë asnjë lëvizje të pagës së tyre. Pra janë disa probleme edhe të karakterit ekonomik social që do duhet dikush t'i trajtonte. Kështu që çfarë mund të presin në mandatin tuaj të ri zoti Kurti punonjësit e radio televizionit publik? Unë besoj që duhet të zgjidhim këto çështjet e financimit edhe të pronës, por le të mos harrojmë që keni pasur suksese, mirë po në anën tjetër dhe nuk keni pak punëtorë. Mirë, disa janë reduktuar, ajo pjesë është e qartë. Unë besoj në publiken, besoj në ndërmarrjet publike, 17 ndërmarrje publike qendrore ka Kosova, veç 2 kena gjetë që operonin pa humbje, tash janë 9 të tilla. Besoj në televizionin publik, sepse nuk mendoj që pa televizion publik mund të kemi emisione ku i vihet theksi kulturës, shkencës dhe edukimit, dhe jemi këtu për të ndihmuar, natyrisht që do të kemi diskutime, ndonjëherë edhe përplasje, po përgjithësi jam optimist për rrugën përpara, edhe për shtetin, edhe për televizionin. Zoti Kurti, faleminderit shumë. E di që ka shumë pyetje që do duhet t'ua bëja në këtë intervistë, por do i kërkoj ndjesë të teleshikuesve që nuk arritëm të bënim se koha është e kufizuar për këtë intervistë, por ju mirëpres në studio për të folur pak më detajisht për disa nga çështjet më të rëndësishme për interesin publik, kuptohet. Ju faleminderit juve për mundësinë dhe ardhjen këtu dhe padyshim që do t'ua kthej vizitën e do të vij tek ju. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishte një intervistë ekskluzive me kryeministrin në detyrë të Republikës së Kosovës, liderin e lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Kandidatja për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu mbetet në tutje kandidatura e vetme që e ka lëvizja Vetëvendosje dhe pas zgjedhjes së saj dhe në kryetarëve të kuvendit hapet rruga për formimin e qeverisë së re. Mirupafshim.